Sadi, mirë se ke ardhë në këtë event të grave. Unë intervistova shumë gra, po mendoj që është shumë e rëndësishme që edhe burrat na përkrahin. Vjen shumë mirë. Vjen shumë mirë dhe është pak e rastishme. Mi po kur tha kush është kush po organizon dhe Albin thoshte këtu, sidomos Prita, atëherë thash jo po vi, se e di që është diçka shumë interesante dhe e kam përkrahur gjithmonë. Na rrugtimet tona në Zvicër gjitha i kena pas me sfida, po ju keni qenë një person që më keni ndihmu edhe mu, me të kalu shumë sfida, më keni udhëzu, edhe tash derisa po bisedoni me përmendje edhe një projekt që mu tuk shumë interesant. Do me thonë me një kohë paradokse, për derisa gratë po ngritën pozita, po rritët një problem tjetër për to. Cili është ai? Po, ato që ka ndëgjova dhe në podium atje, ndëgjova kur ndëgjoja së fjallë që sa kanë arrit gratë tona sot, shtrohet pyetja aty ku jam unë me një program, si përkthyes natyrisht, po një përkthim pak special, një përkthim special dhuna në familje. Dhe dhuna familje është duke u rritur. Jemi momentalisht në vendin e parë. Për nacionalitetet, fatkeqësisht, e kemi vendin e parë në atë drejtim, edhe ka pas përkthimet shumë atë komplikume më të hershme, edhe gjitha lamit edhe gjitha krimet, kurse kjo është shumë e prekshme. Është më personale. Është edhe emocionale, ato krejt se nuk ushtron dhunë krejt si cili baba dhe si cila non me dëshirë, po gjitha ndodhin ato në bazë diçka kulturë, edhe kultura, edhe ato patriarkizmi ma herët, e kanë herë përshtrohet fjala gratë tona kanë arrit tani të menaxhojnë vetë dhe janë shkollu ma shumë, edhe ja kanë nisë me folë, e në momenti kur ja kanë nisë me folë, burat nuk po e shohin ato si është në rregull. Edhe jemi të diskutua dhe me Zvicranë edhe me persona tjerë se ku është problemi, për çfarë arsye. Edhe ta gjejmë një zgjidhje të ndihmojnë këtyre grave. E tash ky projekti i fundit, çka po ndodh aty në këtë projekt? Projekti i fundit është në kantoni Çirit kanë ndarë para, edhe para të mëdha, miliona janë të ndarë për këtë projekt, që nuk është një lloj gjobe, si kur shumë shqiptar, kur kanë marrë pjesë me një dhunë familjare, edhe pastaj ligji thotë që jo në burg, jo me gjobë me para, apo jo me gjoba të ndryshme, po e dërgon me një trajtim. Një trajtim të psikologët janë edhe ata jurista, mi po me profesion psikologji, se si ti me njanohet konfliktit, si tjetë një partneritet pa dhunë. Edhe programi mësimore ka emrin partneriteti pa dhunë. Partneriteti pa dhunë është natyrisht e detyrueshëm ai që dërgohet aty nga prokuroria për shembull. Mirë po, ata që e pranojnë atë trajnim edhe marrin aktiv pjesë në atë program mësimor, është lloj mësimi që ti, sikur gjuhën gjermane ti apo unë, kur e kemi mësu, kemi marrë detyra shtëpisë edhe në atë drejtim. Edhe aty e shef edhe ai se ku pas ka qenë problemi, për çfarë arsye unë kom eksplodu, për çfarë arsye unë ato 5 minuta, ka një herë si thot dikush, vetëm 5 minuta unë jam nervoz edhe më me bodi çka. Unë ato 5 minuta kriz sherrri. Edhe ndodh. Po kjo është fantastike që kanë ndru fokusi, domethënë prej viktimës me zgjidh problemin aty ku faktikisht fillon. Po. Fantastike. Është me të vërtetë është ka për fat keq edhe aty krejt për atë arsye po thon përkthimi është pak ma ndërlikuar është se psikologi flet, unë duhet ta përkthej, po unë duhet ta përkthej në atë mënyrë që të përtoj te ai person. Ashtu sikur se psikologi tenton, po unë si përkthyes më duhet me bëu përshtatjen. Edhe atë kulturore se si ta hapmi atë person edhe të merr pjesë në programin mësimor. A është kjo punë e vështirë për ju? Për mu nuk është e vështira, me vërtetë unë kur kom thonë po, mas pari kom shku edhe vetë, kom bo trajnim, me mësu programin mësimor, edhe për çka është fjala, jo mi e bëj ato me dëshira, po se bëj me dëshira, sikur se edhe atje ma herët e ndëgjove, një punë që e bën me dëshira ka dhe rezultat. Po patjetër. Mi po në mendoj për shembull që aty jap një ndihmë në drejtim
që edhe pse është një detyrueshëm, në anën tjetër jap mendim që nëse kemi sukses që një person të ketë kujdes që mos të shtrojë dhunë në familje, të ketë kujdes që të ikin konfliktit në familje, pasi se do të thonë mas pari familjen e vet edhe vetveten. Edhe për atë mendoj që është një kontribut pak i jashtëzakonshëm se unë kam përkthimin e për gjykatat mjaftueshme dhe s'kam nevojë për punë finance. Edhe atëherë kur kam thonë po, kam thonë jo, është më shumë kontribut se sa financë. Natyrisht që paguhna, mirë po është një kontribut që... Edhe një qëllim shumë të mirë. Faleminderit shumë, unë uroj që edhe burra tjerë të na shtyjnë njëve grave dhe të na ndihmojnë që të përparojmë tani më edhe si njësi, si një familje së bashku.